Tiparet e përgjithshme të personave të lindur në datën 21 gusht. Ato i përkasin shenjës së luanit. Megjithse çdo njeri ka hartën e vet astrologjike, disa tipare të përgjithshme të përbashkëta janë për çdo shenjë. Atëherë, për këto persona kemi këto karakteristika. Ato kanë një personalitet të ngrohtë, janë persona tërheqës dhe pak ambicioz. Shpesh nuk bien në sy, por din të jenë të shoqërueshëm, janë të qeshur dhe miqësor. Megjithatë, ato e mbajnë për veten një pjesë të botës së tyre të brendshme. Atyre i pëlqen jeta e bukur, nuk e fshehin dëshirën për të patur gjëra cilësore, një shtëpi të bukur, veshje të mira dhe jetë të rehatshme. Për ta të fitosh mirë dhe të jetosh mirë nuk është diçka për të cilën duhet të ndihen në faj. Madje kanë dhe prirje për të bërë pasuri dhe për të mbledhur gjëra me vlerë. Në sektorin e dashurisë, ato janë persona optimistë. Kanë shumë miq dhe shoqërohen me njerëz nga më të ndryshëm. Madje mund të krijojnë me lehtësi të madhe dhe lidhje. Kjo i karakterizohet sharmit të tyre. Nëse një marrëdhënie përfundon, ato lëndohen si gjithë të tjerët, por nuk u pëlqen që të luajnë rolin e viktimës. Ringrihen sërish dhe shohin përpara. Familja ka një rol të rëndësishëm në zemrën e tyre. Afërsia me njerëzit e shtëpisë u jep ndjenjën e sigurisë. Si prindër, janë tepër të përkushtuar. Madje kanë aftësi të futen në botën e fëmijëve dhe ta bëjnë një moment me ta tepër të veçantë dhe emocional. Janë prindër shumë të mirë. Në punë, nuk kënaqen thjesht me gjëra të zakonshme. Ato kërkojnë gjithnjë e më shumë nga vetja. Preferojnë një ambient aktiv, me njerëz përqar, madje dhe përgjegjësi dhe ritëm. Pëlqen të kenë dhe një rol lideri, pse jo? Ashtu si luani që prind tufën dhe ato kërkojnë që të drejtojnë, pra të marrin poste drejtuese. Disa prej tyre kanë dhe shpirt sipërmarrës dhe mund të mendojnë seriozisht të krijojnë një biznes të tyre. Bëjnë shumë plane dhe kanë ëndra për të fituar para. Shëndeti. Kur bëhet fjalë për shëndetin e tyre, kënaqësitë e jetës janë dobësia e tyre e vetme. Pëlqejnë të hanë mirë, pëlqejnë të pinë pije të mira dhe kjo i bën të harrojnë kufit. Prandaj duhet her pas here të merren dhe me aktivitet fizik. Ajo çka i dallon këto persona nga të tjerët është se janë shumë optimistë. Kanë ëndra të mëdha, por nuk i shohin thjesht si fantazi. Një ëndër kristalizohet në mendjen e tyre dhe punojnë fort derisa ta realizojnë. Janë persona inteligjent, të aftë dhe kanë një përzierje interesante mes besimit tek vetja dhe arsyeve që u jep jeta. Gjithmonë mundohen të dalin triumfues nga sfidat. Kjo i ndihmon ato të mos dorëzohen lehtë edhe kur jeta u vendos pengesa përpara. Por edhe ato kanë pikat e veta të dobta dhe negative. Kur ato mbyllen emocionalisht, nuk duan të tregojnë atë që ndjejnë dhe shfaqin një anë të vështirë të karakterit të tyre. Në vend që të flasin hapur, ato përpiqen të marrin kontrollin e situatës. Ato bëhen këmbëngulës deri në ekstrem, imponues dhe ndonjëherë dhe agresiv në mënyrën si reagojnë. Duan që gjërat të bëhen ashtu siç duan ata. Ndonjëherë mund të jenë dhe kokë fortë dhe kjo mund t'i shtyjë të luftojnë edhe kundër pengesave që në të vërtetë janë vendosur për t'i mbrojtur. Sfida e tyre më e madhe është të kuptojnë se forca nuk do të thotë gjithmonë të shtysh përpara me çdo kusht çdo gjë. Ndonjëherë forca e madhe është të hapësh zemrën, të dëgjosh dhe të pranosh se jo çdo betejë fitohet, dhe aq më tepër me kokë fortësi.
Nëse do t'i japësh diçka për ditëlindje, ato nuk e vlerësojnë dhuratën nga çmimi i saj. Meqense ato duan gjërat e bukura të jetës, mjafton mendimi, edhe thjesht një album me foto, një kornizë apo gjëra për shtëpinë, objekte dekorative me kuptim që sillin ndërmend momentet e bukura të jetës. Gjëra të tilla janë të mira për ta. Për ta ka rëndësi qëllimi i personit që u jep dhuratën. Dhe nëse nuk ke mundësi t'i blesh asgjë, dërgoja këtë video një personi të datës 21 si simbol i kujtesës tënde ndaj tij.